Tragjike. Çifti vdes vetëm pak minuta pas celebrimit të martesës. Vetëm pak minuta pas ceremonisë së martesës, një çift i ri në Teksas kanë vdekur në një aksident me makinë. Çifti sapo kishte dalë nga gjykata kur ndodhi aksidenti. Harley Morgan, 19 vjeç, dhe Rhiannon Bowdrax, 20 vjeç, vdiqën në qytetin Orange. Ata dolën nga parkingu dhe hyn në autostradën 87 kur makina e tyre u përplas me një Ford që po tërhiqte një rimorkë të ngarkuar me një traktor. Në një makinë pas tyre ndodhej nëna dhe motra e dhëndrit që u bën dëshmitar të aksidentit tragjik. Pash fëmijën tim të vdiste, tha nëna e Harley Morgan, Kenya. Jam akoma e mbuluar me gjakun e djalit tim, sepse po përpiqesha ta nxirja nga makina. Është një imazh që do më ndjek gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës. Asnjëherë nuk do më largohet imazhi kur Ford përplasi fëmijën tim dhe e vrau. Shoferi i Ford nuk u lëndua nga aksidenti.